Departamenti Amerikan i Thesarit njoftoi dje në mbrëmje sanksione ndaj më shumë se 80 individëve dhe kompanive të akuzuara se kanë ndihmuar Iranin të shmangë sanksionet dhe të pastrojë miliardat të ardhura nga shitjet e naftës dhe petrokimikateve për të financuar programet e tij bërthamore dhe raketore. Rrjeti i sanksionuarve pronte si një sistem bankar hije që përfshinte kompani fasad në vende si Hong Kongu, Emiratet e Bashkuara, tha departamenti në një deklaratë. Qëllimi ishte ta kalonin sanksionet ekzistuese, të fshihin origjinën të ardhur nga nafta dhe të kanalizonin paratë në projekte të lidhura me ushtrinë. Sanksionet e reja ngrinë çdo pasuri në bazë të Shtetit Bashkuar të subjektet synuara dhe u ndalojnë qytetarëve amerikanë të bëjnë biznes me to, mirë po ato ndërlikojnë aftësitë e tyre të sanksionuar për të vepruar ndërkombëtarisht në transaksionet që përfshin dollar amerikan. Washington dhe Teherani janë angazhuar negociata mbi të ardhmen e programit bërthamor. Presidenti Trump ka thënë vazhdimisht se synon të parandalojë Iranit të ketë armë bërthamore. Teherani këmbgul se aktivitetet e tij bërthamore janë thjesht për qëllime civile.